Сьогодні ж практично годину говорили. Presidenti Zelenski mohoi akuzat e Rusisë se Ukraina nisi një sulm me dron në njërin nga rezidencat e presidentit Vladimir Putin dhe akuzoi Moskën se po përpiqet të prish bisedimet e paqes. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov pretendoi se Kievi kishte nisur një sulm gjatë natës duke përdorur 91 mjete ajrore pa pilot me rrezet të gjatë veprimi në rezidencën shtetërore të Putin në rajonin veriperëndimor të Novgorodit të Rusisë. Moska tha se tani do të rishikojë qëndrimin e saj në negociatat e paqes. Ende nuk është e qartë se ku ndodhej Putin në kohën e sulmit të supozuar. Zelenski hodhi poshtë pretendimin si gënjeshtër tipike ruse që synon t'i jap Kremlinit një justifikim për të vazhduar sulmet ndaj Ukrainës. Ai tha se Rusia më parë kishte shënjestruar ndërtesat qeveritare në Kiev. Zelenski shtoi në rrjetin social X: është thelbësore që bota të mos hesh tani. Nuk mund ta lejojmë Rusin të minoj punën për arritjen e një paqeje të qëndrueshme. Përmes një deklarate të ndarë në Telegram të hënën Lavrov, tha se gjithë 91 dronët që ai pretendoi se u nisën në rezidencën e Putin u kapën dhe u shkatërruan nga sistemet ruse të mbrojtjes ajrore. Ai shtoi se nuk kishte raportime për viktima ose dëme si pasojë e sulmit.